Në vazhdimsi, një nga arsyet kryesore që qytetarët shqiptar japin për motivin e tyre për të emigruar jashtë vendit është pikërisht arsimi i fëmijëve. Shumica mendojnë që niveli i arsimit në Shqipëri është shumë i ulët, prandaj vend jashtë Shqipërisë për të shkolluar me më shumë cilësi fëmijët e tyre. Prandaj, investimi në arsim do të kishte ndikim pozitiv, jo vetëm për të ardhmen e vendit, por edhe për uljen në afat shkurtër të migrimit të shqiptarëve drejt vendeve të tjera. Një arsye tjetër që raportohet nga qytetarët shqiptar në masë si motivim kryesor për migrimin jashtë Shqipërisë është pikërisht shëndetësia. Po sa prioritet ka shëndetësia në buxhetin e vitit 2026? Qeveria ka parashikuar rreth 837 milion euro buxhet të shëndetësisë. Kjo shifër është sa rreth 2.9% e prodhimit të pritshëm të vendit në vitin 2026. Si krahasohet me Bashkimin Evropian? Në vitin 2023, në Bashkimin Evropian u shpenzuan për shëndetësinë rreth 7.3% të prodhimit total të BE-s. Vende të tilla si Austria shpenzuan 9%, Franca dhe Çekia pothuajse 9% dhe njësër vendesh të tjera kishin shifra mbi 6-7% të shpenzimeve në shëndetësi. Vendet me shpenzime më të ulta publike në vitin 2023 në shëndetësi ishin Hungaria me 4.1% të GDP-s të prodhimit të vendit, Rumania me 4.7% dhe Malta me 5.1%. Pra, Shqipëria 2.9% dhe pothuajse kjo është një nivel gati sa gjysma nivelit më të ulët në vendet e Bashkimit Evropian. Pra diferencat mes Shqipërisë dhe BE-s në shpenzimet publike për shëndetësinë janë edhe më të mëdha se ato në fushën e arsimit. Është e qartë se sipas standardeve europiane, shëndetësia shqiptare është ndjeshëm e nënfinancuar nga shteti. Problemet e shëndetësisë vitet e fundit janë ndalikuar më tej edhe nga migrimi i madh i mjekëve dhe infermierëve kryesisht drejt Gjermanisë. Prandaj, investimi në shëndetësi është prioritet i dyfisht për të ndaluar rrjetin e largimit të kapaciteteve shëndetësore, si dhe për të mirësuar nivelin e shëndetësisë në vend. Tani, dua të përmend shkurtimisht edhe dy sektorë të tjerë. Së pari mjedisin. Qeveria ka parashikuar afërsisht 14 milion euro financim për mbrojtjen e mjedisit, ku përfshihet menaxhimi i mbetjeve. Duhet thosha në fakt vetëm 14 milion euro, sepse vërtet ky është një buxhet shumë i vogël. Është afërsisht sa 5 të mitat e prodhimit të vendit. Në vitin 2023, në Bashkimin Evropian u shpenzuan për mbrojtjen e mjedisit rreth 0.8% e prodhimit total të BE-s. Ky nivel është 16 herë më i lartë se niveli i financimit të mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri. Është fatkeqësi sepse mjedisi dhe menaxhimi i mbetjeve është një nga fushat ku Shqipëria ka një nivel të ulët gatishmërie për t'u bashkuar BE-s, një nga nivelet më të ulta të gjithë sektorëve për gatishmërinë për t'u bërë antar i BE-s. Ky fakt është teksuar në të gjitha raportet e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë, përfshi edhe raportin më të fundit të vitit 2025. Dhe komenti i fundit i shkurtër ka të bëjë me mbrojtjen. Për vitin 2026, qeveria ka parashikuar të shpenzojë rreth 1.5% të prodhimit të vendit në mbrojtje. Vendet anëtare të NATO-s kanë marrëveshje të shpenzojnë të paktën 2% të prodhimit në fushën e mbrojtjes. Për vitin 2026, Shqipëria nuk do të përmbush këtë objektiv. Në fakt, në vitin 2027, samiti i NATO-s do të mbahet në Shqipëri. Kjo do të thotë se vendi mikpritës i samitit të NATO-s do shkojnë në këtë takim duke mos plotësuar një nga kriteret më të rëndësishme të antarësisë në NATO. Deri tani unë fola për shpenzimet, pra e trajtova buxhetin nga pikpamja sa do shpenzoj shteti apo qeveria në fusha të ndryshme. Por këto shpenzime mund mos realizohen, sepse që të realizohen duhet që qeveria të arrijë të mbledh mjaftueshëm të ardhura që t'i financojë këto shpenzime. Kjo është dhe një nga pikat më të dobta tradicionalisht të administratës fiskale. Shqipëria nuk arrin të mbledh të ardhura aq sa duhet të mblidhte. Kjo vjen për shkak të informalitetit të lartë në ekonominë shqiptare, për shkak të korrupsionit të administratës shtetërore, por edhe për shkak të kapaciteteve të kufizuara objektivisht të administratës sonë fiskale. Në këto drejtime, pak është bërë deri më sot dhe pak pritet të bëhet. Të ardhurat tatimore në Shqipëri, ku përfshihen dhe të ardhurat nga doganat dhe nga sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, janë parashikuar në buxhetin e vitit 2026 të jenë sa rreth 29.6% e vlerës së prodhimit total të pritshëm për vitin 2026. Ky është një nga nivelet më të ulta në Evropë. Në Bashkimin Evropian, niveli mesatar i mbledhjes së të ardhurave nga taksat në vitin 2024 ishte 40.4% e prodhimit të përgjithshëm të BE-s. Ka vende madje që kanë më të lartë se kaq. Danimarka mbledh taksa sa thuajse 46% e prodhimit të vendit. Franca dhe Belgjika mbledhin taksa më shumë se 45% të vlerës së prodhimit të vendit.
Vendet që mbledhin më pak taksa në Bashkimin Evropian janë Rumania, Malta dhe Bullgaria, që mbledhin afërsisht 30%, që është niveli krahasueshëm, pothuajse i barabartë me nivelin e mbledhjes së të ardhurave në Shqipëri. Një përfundim i arritur nga shumë studime të institucioneve ndërkombëtare, përfshi Bankën Motrore, FMN, Berghin, Komisionin Evropian, është se Shqipëria ka një sektor të madh informal në ekonomi, që do të thotë ekonomia e pa deklaruar zyrtarisht. Burime të ndryshme, nga këto burime që unë përmenda, e vlerësojnë sipas metodologjisë që sektori informal në Shqipëri varion nga 40% deri në 60% të gjithë ekonomisë shqiptare. Deri më sot, përpjekjet për të zvogëluar sektorin informal kanë dështuar, pasi madhësia e sektorit mbetet pothuajse pa ndryshuar prej dekadash. Fatkeqësisht, qeveritë në vend të formalizojnë ekonominë dhe të detyrojnë pagesën e taksave dhe dyrime të tjera që bizneset kanë, çfarë i formalizon këto biznese, ato kanë prirjen që her pas here të amnistojnë dhe të falin palishmërinë, pa pikërisht mos pagimin e detyrime fiskale, mos deklarimin dhe mos pagimin e tyre. Sërish, edhe këtë vit, qeveria dhe shumica socialiste është duke miratuar një amnisti fiskale që e ka emërtuar me termin romantik paqe fiskale, që është kopjuar nga Italia. Projekt ligji pra emri është kopjuar nga Italia, pasi brëndia projekt ligjit është ndryshme. Projekt ligji i amnistisë fiskale parashikon fshirjen e të gjitha detyrimeve tatimore dhe doganore, përfshi dhe gjobat, të cilat janë më të vjetra se 10 vjet. Pra praktikisht të çdo detyrimi të papaguar deri në fund të vitit 2014. Projekti gjithashtu fal gjysmën e detyrimeve të papaguara për periudhën 2015-2019, nëse pagesa bëhet deri në fund të qershorit të vitit 2026. Një amnisti të ngjashme, qeveria e realizoi edhe në vitin 2017. Atëherë u falën të gjitha detyrimet deri në fund të 2011-s. Qindra milion euro detyrime u fshin edhe për biznese që vazhdonin të ishin në treg pra biznese aktive. Në disa raste, përfituesit e kësaj amnistie të vitit 2017 ishin kompani të mëdha, kompani nafte, ndërtimi, madje edhe kompani bastesh. Këtë herë, pra në amnistinë e propozuar së fundmi, qeveria nuk ka paraqitur në kuvend listën e përfituesve nga kjo amnisti, pra listën e emrave të kompanive dhe detyrimeve të tyre nuk e ka paraqitur kuvendit të Shqipërisë, i cili po e shqyrton dhe do ta miratoj këtë amnisti fiskale. Por gjykuar nga amnistia e vitit 2017, borxhi më të madh ndaj organeve tatimore e kanë kompanitë e mëdha në vend. Prandaj lind pyetja: pse duhet falen këto detyrime? Përgjigjja kësaj pyetje nuk duket se ka ndonjë logjikë ekonomike apo nuk ka të bëjë me zbatimin e ligjit dhe me shtetin e së drejtës. Për më tepër, paratë e falura janë më pak të ardhura për shëndetësinë, arsimin, për të cilat diskutova më herët që janë të nënfinancuara. Pra nëse qeveria përkupohet përgjithsisht për shpenzimet, një gjë është e qartë, vetëm duke rritur të ardhurat, ne do të kemi mundësi të investojmë vërtet për të ardhmen e vendit dhe për të rritur mirëqenien e njerëzve. Kemi arritur kështu në fund edhe këtij emisioni për sot. Natën e mirë dhe mirupafshim javën tjetër.